Zonja Mala, i cili ka qenë në mësimi më i rëndësishëm që keni dashur t'ia përcjellni edhe djalit tuaj? Mësimi më i rëndësishëm ka qenë që të mos jetë asnjëherë mos mirënjohës në jetë. Një nga gjërat që unë nuk duroj dot dhe që më kanë dhënë të ndjehem keq, ka patur momente kur kam bërë shumë për njerëzit, sepse dua qenie njerëzore, dhe ka pasur shumë herë raste që njerëzit kanë qenë mos mirënjohës. Kanë qenë mos mirënjohës se ndoshta nuk e kanë patur problemin me mua, po e kanë patur problemin me veten e tyre, janë rritur në mjedise të këqija, janë rritur në mjedise acide, nuk kanë arritur dot të ndjejnë, të bëjnë dallimin midis vetes dhe midis të tjerëve. Dhe kjo më ka vrarë dhe më ka lënduar. Dikur kam lexuar një shprehje që Perëndia, një nga gjërat që nuk të fal është pikërisht mosmirënjohja. Mosmirënjohja është akti atyre njerëzve të cilët nuk e vlerësojnë veten, nuk i vlerësojnë të tjerët dhe nuk kuptojnë vlerat reale që ka shoqëria. Dhe pikërisht Tim Byri kam thënë, kur në jetën tënde mos mirënjohës për ata njerëz që të kanë ndihmuar, për ata njerëz që të kanë shtirë dorën, për ata njerëz që kanë sakrifikuar për ty, për ata njerëz që të kanë dhënë një dorë, të kanë dhënë një krah, dhe për ata njerëz që të kanë bërë sot ky që je. Dhe njerëzit nuk janë njerëz të largët, po fillojnë që nga prindrit, familja, njerëzit e afërm, shoqëria dhe të gjithë ata që në karrierën tënde të ndihmojnë të rritesh, të ndihmojnë të maturohesh, të ndihmojnë të sfidohesh dhe të ndihmojnë të konkurohesh. Jeta është shumë e bukur në sfidat e saj, por nuk është aq i gjatë dhe pikërisht në këtë kohë të përcaktuar, ti duhet të mos ta ndash me kohë që kemi kohë që do duam, kemi kohë që do urrejmë, kemi kohë që do luftojmë, kemi kohë që do promovohemi. Ato janë të gjitha bashkë, sepse njeriu në jetën e tij, dhe kjo ka qenë dhe mësimi i dytë që kam thënë djalit, jeta është si puna atyre, ke 5 topa në dorë. Ke një top i cili është elastik dhe 4 të tjerë që janë të kristal. Topat e kristalt janë shëndeti, janë edukimi, janë miqësia, është edhe shpirti. Kurse topi elastik është puna. Në qoftë se ti i vë prioritet paran dhe nuk i vë këto të tjerët, ta do vinë një moment që nëse ti do t'i kesh në vëmendje dhe në kujdesje, ata mund të bien diku nga larg dhe të thyen, dhe nuk ka vlerë paraja nëse ti nuk ke shëndet, nëse ti nuk je edukuar, nëse ti nuk ke miq dhe shok,